se ne mendojmë ndonjëherë do më vendosin anestezi dhe do më bëjnë dhëmbët. Po ndërkohë, mua më duket sikur ajo anestezia që ju bëni është një magji për të relaksuar sadopak, tani qofsha i gabuar në këtë, por më duhet pak një informacion për gjithë ata që na dëgjojnë për sa i përket kësaj teknike të re në kirurgjinë orale. Atëherë, shkurat e dentistit ne dim gjithë, kemi përjetuar që fëmijë, domethënë që është momenti më i frikshëm, domethënë të shkosh tek dentisti. Dhe praktikisht kur shkohet te dentisti, siç edhe ju e dini se jeni pacient, presim anestezinë lokale që normalisht na kufizon dhimbjen në zonën lokale në cilën punohen. Por gjithë kjo faza që nga shtëpia deri te dentisti në vetvete është një moment që ne na kalon në subkonsciencë dhe vazhdon adrenalina të prodhohet me shumicë, pra është një rrugë frike shkurat e dentisti. Ajsa ju e dini, besoj që fëmina për të na trembur na thonin do të çojmë te dentisti, domethënë. Kështu që faza sedacionin vetvete është një proces, një mënyrë anestezie ose që nuk është anestezi gjenerale në mënyrën klasike që pacienti intubohet dhe kalon në gjendje gjumi të thellë. Ktu jemi në një moment që pacienti është i relaksuar. Relaksimi fillon që në sallën e pritjes, domethënë në paradhomën e kirurgjisë, që aty jepen disa mjekime, nuk po përmendim emrat, që janë anksiolitik, që pacienti fillon relaksohet, momentin që pacienti ulet në sallë tek poltrona për të bërë ndërhyrjen kirurgjikale, aty vendosen elementet që janë për sedacionin, që janë vigonët, normalisht në krahët e pacientit, dhe me anë të vigonit i futen mjekime të ndryshme që bëjnë pjesë si analgjezikët, antiinflamatorët, por edhe elementet ose mjekimet për sedacionin që janë propofoli, midazolami apo gjithë farmakët që përdoren për sedacionin. Normalisht aplikimi i këtyre ilaçeve, po themi në gjuhë më thjesht, nuk mund të bëhet nga një dentist. Po, patjetër. Sepse këto ilaçe në doza të caktuara mund të bëhen të rrezikshme. Kështu që normalisht duhet patjetër prezenca e një mjeku specialist që është mjeku anestezist reanimator. Por me aplikimin e këtyre mjekimeve, ndërhyrja kirurgjikale bëhet jashtëzakonisht e thjeshtë, sepse pacienti ka një lloj relaksi, pra një lloj gjumi të komanduar. Po është i zgjuar pacienti, ka sy të hapur. Pacienti reagon normalisht, ne na duhet reagimi, por pacienti është, pra nëse ne nuk i flasim, pacienti flen gjumë. Në momentin që ne i flasim, ai përgjigjet komandave tona që është hape gojen apo ngrije pak kokën, por nuk është i ndërgjegjshëm plotësisht për këto veprime që kryen. Praktikisht mbas kirurgjisë pacienti nuk mban mend nga asgjë nga ky proces. Pra ka një amnezi post-kirurgjikale, po themi. Por prezenca e mjekut anestezist nuk bën vetëm relaksimin e pacientit, pra pacienti është i qetë. Në anë të vigonëve që kemi vendosur, pra në anë të vigonit, pacientit përveç sedacionit i jepen edhe antibiotik me spektër gjerë apo si mas rastit konkret. Pra jepet në rrugë intravenoze, që veprimi i këtij antibiotik është jashtëzakonisht më i shpejtë. I jepen antiinflamator dhe kortizonik, të cilët bëjnë të mundur që të ulet edema. Në këtë mënyrë pacienti pas kirurgjie përjeton shumë mirë sepse nuk ka më këto edema të mëdha. Bën ka vrap pacienti pas kirurgjie. Nuk bëhen magji, mrekulli, pra procesi i shërimit është biologjia dhe ai do ndjek gjithë rrugën e tij, por situata post-kirurgjikale nuk është aq traumatike sa mund të ishte pa prezencën ose pa aplikimin e këtyre mjekimeve. Pra aplikimin e këtyre ilaçeve që si të përmenda janë antibiotik, analgjezik, antiinflamator dhe kortizonikët, përveç ilaçeve të sedacionit ku bëjnë pjesë propofoli, midazolami apo ilaçe të tjera që janë kompetencë mjekut anestezist për përdorimin e tyre.